Apo të me kuni ngritun, apo të me kuni përparum. Po e nga që shbosh e përparum pra. Fillimisht, Allahu thot, ne ta kemi zbrit në natën e Kadrit. Mirë, nata e Kadrit thamë qëka është? Ngritjeve, arritjeve, sukseseve. Kër e ka zbrit Allahu xhallahu ala ajetin e parë, cili ka qenë ajeti i parë në natën e ngritjeve? Iqra, lexo, andaj ngritesh me dije. Kjo fe ka më na mësu se me ignorancë nuk ngritesh. Me bredhi rrugësh nuk ngritesh, me mashtime nuk ngritesh, po ngritesh me dije. Prandaj lexo, mëso e fen Allahu azza xal, mëso e shkencën, mëso e dijen, ngritu me dije o musliman, nga sa jeti parë që të ka ardhur lexo dhe mëso. Mirë po lexo në çkafet, ka plotër që kanë lexu, kanë mësu, por këtë se kanë vazhdu që ka Allah xhallahu ala. Allahu ka thonë në natën e ngritjes, lexo, e qysh lexo? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo në emër të Zotit. Andaj kërkoje shkencën, mësoje fizikën, mësoje kimin, mësoje biologjin, mësoje ekonomin, mësoje medicinën, mëso, studia, angazhohu, mos rri. Angazhohu, bëhu i dobishëm. Por këtë bën në emër të Allahut azza xal. Jo plot për shemb njerëzve e kanë bërë që sa më shumë të ngritet në shkencë, apo aq më tepër largohet prej fesë. Ky s'ngritet kështu apo? Kjo s'është ngritje. Ngritja është kur një sa më shumë merr dije, më tepër një Allah xhallahu xhelaluhu. Më tepër i afrohet Zotit te bareke ve teala. Pra sipas kuptimit tonë të fesë është se njerëzit më të devotshëm janë njerëzit më të dijshëm. Ka sallallahu xhallahu ala inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Allahu t'ja kanë frikën mas tepër me kush? Dietarët. Për ne na duhet me frikë të kuptimit të përditshme, që mas shumë ti të ruhen nga harami, mas shumë të kujdesen ata që dinë më shumë. Hoxhallarët, arsimtarët, profesorët, mjekët, sa më të shkolluar që janë, t'jenë më të devotshëm. Sa më të shkolluar që janë, më nga të safit parë t'jenë, kjo rregull fetar. Jo sa më të shkolluar më larg xhamisë. E kush vjen në xhami? Bindët që s'kan ka me shkuja e shku në gjamija pëtë. Ata qëtu pëthojnë? Kur përdojnë me komentu këtë këthim të rinis ka shumë të manë të fe, që së rinja së të sabale, alhamdulillah. Që së hari është? Ata që s'ju pëlqen ardhja juve në gjami, ati që ka për ju thojnë juve pëtë? S'kan që ka me bo, të dështuar në gjdo rafsh, i ka kaplu kriza ekonomike, e përdojnë qëtësi në gjamija pëtë. Qështu pëthojnë për juve? A e një ardhja për që të punë në gjami? Jo, pëtë. Po dëshmoja e një prapëtën, bëhuni të suksesën në shkollë, në punë, ku të që tjeni, të regojuni se në zvim gjami pëse në të dështuar, po në gjami vim pëse në të suksesshëm, pëse në të shkolluar, pëse në të ngritur, nga sa Allahu xhallahu ala në natën e ngritjes, e ka zbit urën e dijes, që ka këtë lidhë sa është lidhë e fort, ka mujtë me zbit qëfar da jeti tjetër, në këtë natë, a ka mujtë Allah me zbit në ajtë tjetër, ka mujtë, po që ka lidhë, ngritje me kanë, me dije. Dhe ka thonë, kërka e dijen, studia në emër të Zotit. E nuk i takon një musliman me konë i prapambetur në shkencë dhe mësim. Duhet me studiu, duhet me mësu, duhet me angazhu, duhet jemi shëmbëltyr në këtë drejtim. Që fillimisht ta realizojmë urdhnin kuranor për këtë çështje. Dhe e dyta, tua dëshmojmë të tjerëve se feja na mëson me lezu. Me mësu, gjithkush diçka, lexo. Tash ka hara libra shumë me lezu. Ka dhe libra fetare dhe të tjerë. Çfarë libra që të bën dobi, të ngrit, të afron tek Allahu xhallahu xhelalu, të shton devotshmërinë, të bën dobishëm për vendin tonë, për popullin tonë, lexo, mëso, studio, angazhohu. Ja se kështu ngritesh. Kjo është teorikisht. A kuptove? Ajeti lexo në emër të Zotit në cilën natën e ngritjes. E praktikisht çka ka zbërthy këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur ka bën më shumë ti ibadet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Kur e ka kryu natën e Kadrit. Çka nuk kupton? Se ngritesh me dije dhe me ibadet. Të dyja kur të kombinohen, janë kombinimi më i mirë i mundshëm që njeri mund ngritë tek Allahu xhallahu ala, mund ngritë këtë dynja.